Banorët e Postribës në Shkodër kanë bllokuar rrugën në shenjë proteste ndaj punimeve që kryen një firmë italiane e cila kërkon marrjen e gurëve të kalas 2700 vjeçare në fshatin Krahtul. 5 muaj pas protestës së parë, banorët theksojnë se dëmet që po shkaktohen nga makineritë e tonazhit të rënd janë të mëdha, ndërsa tregojnë hartën që dëshmon vlerat e rralla të zonës. Ose do të hinë firmë këtë vend to cenohet, që ose është zonë e mbrojtën, to është cenohet, sa është me vit kuqe gjithmonë. Çigar nga Ministria e Kulturës dhe nga Instituti i Monumenteve të Kulturës Shqipërisë. Këtu narkohet e makina e tonazhit, narkohet me gurgerga ajo. Dhe me di që shoferi ka narku makinën. Fëmia ka lënë sot, i bjer guri fëmijës, kryet lëndën te kathi fëmia. Kush më përgjegjësi? Ai u do të prishin kalon, u do të prishin shtëpiat për me hi. Ja po shifin makineritë tonazhit, çfarë tonazhi don. Ai mu pijek misha s'na lënë me nejtë shtëpia, jo pluni, gol, zhurma. Me dëmtimin e gurëve zhduket një pjesë e vyer e historisë. Veç gjurmëve të qytetërimit i lirë, kalaja e Krahtulit ka një sër vlerash, pasi ndodhet në një zonë të pasur arkeologjike, ku ekzistojnë edhe disa shpella që mbartin histori shekullore. Në muajin prill, banorët firmosën një peticion me 261 firma, por duket se kërkesa për ruajtjen e vlerave historike të zonës nuk është marrë në konsiderat.